Cilët janë ato arsyet të cilët çuan në shuarjen e kësaj shkollës? Është mungesa e nxënësve, është mbështetja institucionale, migrimi apo ka ndonjë arsye tjetër? Shive, tani për sa i përket kësaj pyetjes tuaj këtu ka të bëje me shumë faktorë. Faktorët janë të ndryshëm. Është migrimi për një jetë më të mirë, jashtë dhe vendit, jashtë dhe në brenda në vend, domethënë në qytet. Të rinjt, domethënë nuk e shohin perspektivën brenda në fshat dhe nuk është investuar asgjë për ta ndërprer, domethënë këtë shpërngulje ose këtë tërheqje nga fshati. Dhe tjetra është lindjet të pakta ose shumë të dobta. Pastaj kushtet e vështira për mbijetesë dhe për gjetje të një vendi të punës që edhe të rinjt të socializohen në vendin e vet, këtu për shembull në fshatin Veshall. Mungesa e infrastrukturës dhe shumë faktorë të tjerë, por këto janë më elementare të cilët e preokupojnë këtë vend malor.